Mbi 40.000 aplikime janë bërë nga të punësuarit në vend për rimbursimin përmes DIVA 2025, ndërsa administrata tatimore ka nisur procesin e pagesave në llogaritë bankare të mbi 34.000 individëve. Në një intervistë për Skan Televizion, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj shprehet në total janë mbi 77.000 përfitues, me një fond të vënë në dispozicion prej 15 milion eurosh. Në lidhje me rimbursimin e DIVA-s, neve morëm rreth 40 e diçka kërkesa, rreth 40.000 kërkesa, të cilët filluam t'i procesojmë më njëherë gjatë muajit prill dhe maj. Fillimisht filluam procesimin e atyre që ishin pa risk, para rreth 3.000, ndërkohë kemi kaluar tek procesimi i kërkesave të prindërve me 2 fëmijë, që edhe këto në konsideratën tonë quhen me risk të vogël. Pra këtu kemi rreth 34.000 kërkesa, të cilat po kalojnë tash. Në lidhje me këto kërkesa, vlera që do të rimbursohet është përllogaritur rreth 5 milion euro, bashkë me 3.000 kërkesat e mëparshme, vlera e rimbursimit deri tash kalon në 5.5 milion euro. Procesi vazhdon, pra ne presim ende kërkesa të tjera, pra nga përllogaritë tona rezultuan që ishin rreth 77.000 tatim pagues, të cilët rezultuan me tepritje kreditore pasi bën deklarimin e DIVA-s, dhe ky është një proces, ne ftojmë përsëri gjithë tatim paguesit që kanë rezultuar me tepritje kreditore të bëjnë kërkesa dhe brenda afateve ligjore, administrata tatimore do përpiqet që të bëjë rimbursimet përkatëse. I pyetur mbi ligjin për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore si dhe paqen fiskale, Binaj bëri me dije se qëllimi është formalizimi i ekonomisë dhe se kjo iniciativë sjell përfitime të konsiderueshme për bizneset. Për paqen fiskale ne nxollëm udhëzimin në 15 maj dhe ndërkohë kemi njoftuar tatim paguesit se si do bëhet procesi, aplikimet mbyllen në 5 qershor. Jemi në pritje të aplikimeve, drejtoritë rajonale janë duke mbledhur këto. Paqja fiskale është një koncept i ri i cili kërkon një formalizim më të lartë apo më të mirë të ekonomisë shqiptare, pra i ofrohet tatim paguesit që të deklarojë 18% më shumë, me një normë 15% dhe pastaj mbi 18% norma bie 5%. Ndërkohë për pjesën e fshirjes, administrata tatimore është duke punuar me gjitha organet legislatuese, me prokurorit për të marrë të gjitha listat që lidhen me pjesën e tatim paguesve që kanë vepra penale apo që janë në hetim, pasi këta duhet të hiqen nga lista, pra brenda 20 ditëve ne jemi duke përgatitur këtë lista në bashkëpunim me prokurorit. Procesi ka ecur, po jo me shpejtësinë që do të dëshironim neve. Brenda datës 10 qershor, administrata tatimore do fillojë pastaj të ftojë tatim paguesit që të fillojnë pagesat. Subjektet do të kenë afat deri më 5 qershor për të aplikuar për lidhjen e marrëveshjes së paqes fiskale me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe deri në fund të vitit për të shlyer me këste detyrimet sipas udhëzimit të ligjit për faljen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore.